إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Allahun e falenderojmë për madhërisë e tij, për kulemi e dorëzohemi. Nga ai faljen ndihem dhe mbështetje kërkojmë. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me merit përveç tij dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij, paqja, bekimi dhe shpëtimi Allahut qoftë mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit. O ju besimtar, keni frikë Zotin xhaleshanuhu dhe përfillni urdhnat e tij, keni frikë Zotin xhaleshanuhu dhe braktisni ndalesat e tij, e kështu jetoni si musliman deri në vdekje. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtar, një njeri i mirë i cili ka jetuar shumë herët, ka qenë shumë rob i devotshëm, besimtar i sinqert. E rrëfen një ndodhi që i ka ndodhur atij, duke thënë isha një ditë me një shok timin dhe me çuditi fakti kur e pash mbi shpinën e një bretkoce kishte hipur një akrep. Edhe është e çuditshme çysh ka mundësi akrepi me qëndru mbi shpinën e bretkoces për shkak se akrepi, domethënë e hedmon. Edhe kum thon vetë me veti me siguri se diçka interesante do të ndodhë. Edhe kum përcjell ka është duke ecur bretkoca mbi shpinën e tij që e ka pasur akrepin. Dhe thët ka dalë për një prockë të ujtë dhe duke ecur, thët pasi që i ka ecë disa hapa, rastësisht thët e kemi pa një njëri të shtrirë dhe thët mbi gjoksin e tij ka qenë një gjarpën shumë i madh. Edhe ka qenë gati që ta helmoj apo që ta haj atë njëri. Në atë moment është gjujtur akrepi dhe e ka helmuar gjarpin dhe e ka mbytur gjarpin. Edhe ne kemi qenë duke përcjell këtë, ai njeri përsëri ka qenë, domethënë, në gjumë. Dhe thot e kemi zgjuar dhe kur është zgjuar i kemi treguar se çka ka ndodhur. Edhe kur është zgjuar njëri nga gjumi e kemi pasur që ka qenë një njeri i dehur, një njeri i cili ka qenë shumë larg rrugës së Zotit xhaleshanuhu. Dhe ky protagonisti i kësaj ngjarje që e tregon ngjarjen, thot i mahnitur nga kjo që e pash, i ka thurë disa vargje duke thënë ja ghafilan wal jalilu yahrisu min kulli su'i da'bin fi dhulamin kayfa tanamu al'uyunu an malikin ta'tihi minhu al-fawaid an-ni'am. Që ka kuptimin shumë interesant vllazën dhe motra. O gafil, sa i pavëmendshëm je ndaj Zotit i cili të ruan nga çdo e keqe, në çdo kohë e në çdo vend. Si ka mundësi ta humbësh vetdijen nga ai i cili është burim i dhuntive të shumta. Ky djali ku i ka dëgjuar këto vargje është ngritur, ku ka kuptuar se çka i ka ndodhur, ju ka drejtuar Zoti xhaleshanu duke thënë: o Zoti im, pra mendo o Zoti im si më ruajte mu ku unë vazhdimisht ty të mëkatoj. E paramendo, ka thënë, se sa i ruan Zoti ata që Zotin e respektojnë. Të ndruan vllazën dhe motra, besoj që çdo njoni për neve, ne si musliman, kemi dëshirë dhe shpresojmë që në jetën tonë gjithmonë të na ruaj Zoti i plotfuqishëm. Kemi dëshirë që Zoti na përfshinë në kujdesin e tij, të na mbrojë, t'i largoj të këqijat e kësaj jete, t'i largoj dëmet e njerëzve që bëjnë për neve dhe të na ruaj nga cytjet e shejtanit që vazhdimisht ai i bën për neve. E s'ka dyshim se për të arritur këtë mbrojtje hyjnore, patjetër muslimani duhet ta ketë parasysh se duhet t'i maj apo duhet t'i ndjek apo duhet t'i përfill disa nga shkaqet
që bëjnë që pastaj Zoti xhaleshanu të kujdeset apo Zoti të na ruaj neve. Mbrojtja hyjnore ndodh mua atëherë kur njeriu është lojal me Zotin dhe kur njeriu ka respekt shembullor dhe është i kujdesshëm në raport me njerëzit. Pra, mbrojtja hyjnore ndodh atëherë kur njeriu është lojal me Zotin, edhe kur njeriu bën kujdes dhe man raporte shembullore me njerëzit në përgjithësi. Në lidhje me këtë, se si na ruan neve Zoti xhaleshanu vllazën, e kemi një citat madhështor në fen tonë. E kemi një perl nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E kemi një thënie e cila nëse ne e dëgjojmë, nëse ne e lexojmë dhe nëse ne e kuptojmë, atëherë është normale që të reagoj në ndija jonë. Është normale që ne të lëvizim në atë kuptimin pozitiv dhe që gjithë ne të vëdësohemi. Është porosia Muhamedit alayhis salam që i drejtohet Abdullah ibn Abbasit radiallahu ta'ala anhu, një djalë i cili ka qenë shumë inteligjent, një djalë i cili ka qenë shumë i mençëm, një djalë i cili ka qenë shumë kurrështar të mësoj shumë gjëra nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe Muhamedi alayhis salam kur e ka pa inteligjencën e tij, kur e ka pa kujdesin e tij, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka hezituar që t'ia thot fjalë më madhështore. Fjalë këto të cilat do të nguliten në karakterin e tij dhe fjalë këto të cilat do të mbesin në historinë për gjithë neve. Është ajo fjala e madhe, ihfadhillaha yahfadhuka. Në radhë parë, o djalosh, dëgjoj me vëmendje se unë do t'i mësoj disa fjalë. O djalosh, dëgjoj me vëmendje se unë do t'i mësoj disa fjalë. Ihfadhillaha yahfadhuka. Ruaje ti Zotin, Zoti do të ruan ty. Ihfadhillaha tajidhu tujahak. Ruaje Zotin ti, Allahu do të jetë gjithmonë me ty. Këto fjalë ka nevojë që gjithë ne t'i përsëritim. Ka nevojë që t'u mësojmë vetvetes tonë, ka nevojë që t'u mësojmë fëmijëve tonë dhe ka nevojë që vazhdimisht t'i promovojmë dhe t'ju tregojmë njerëzve. Domethënë, fjala ruaje Zotin ti, se Zoti të ruan, e ka për qëllim njihe Zotin, adhuroje vetëm atë, mos i tejkalo kufit të Zotit, zbatoj urdhnat e Zotit dhe largohu prej ndalesave të tij. Fjala e Muhamedit alayhi salatu wasalam, ihfadhillaha tajidhu tujahak. Ruaje Zotin se Zotin do ta kesh gjithmonë me vete. E ka kuptimin që Zoti të mbron, Zoti të ndihmon, të forcon dhe të udhëzon duke të dhuruar sukses në jetën tënde. Gjithashtu, duhet ta kemi parasysh të ndrullazën, ihfadhillaha tajidhu tujahak. Ruaje Zotin ti se Zotin do ta kesh vazhdimisht me ty. Kjo ja jep robit, ja jep besimtarit, ja jep njeriut një vetë besim që gjithmonë e ka Zotin xhaleshanu me vete. Që gjithmonë Zoti është prezent me të, me kujdesin, me mbrojtjen, me dijen dhe me përkrahjen e tij. Andaj gjithmonë duhet përsëritur këto fjalë me të vetmin qëllim që ta fuqizojmë besimin ton, me të vetmin qëllim që ne ta ruajmë Zotin, duke njohur më shumë Allahun, duke adhuruar vetëm atë, duke pasur kujdes që do mos i kalojmë kufit e tij, duke pasur kujdes që të përfillim urdhat e tij dhe duke qenë shumë të kujdesshëm mos gjindemi në ato gjëra të cilat Zoti xhaleshanu na ka ndaluar neve. E nëse ndodh kjo, atëherë ne do të përfitojmë se Zoti do të na ruajë neve. Pra nëse ne jemi lojal me Zotin, atëherë ne jemi ata të cilët përfitojmë se Zoti xhaleshanu do të kujdeset dhe do të na ruajë neve. Allahu do të na ruajë neve fen dhe do ta ruajë dunjan tonë. Si na ruan Zoti xhaleshanu jetën tonë. Allahu na ruan shëndetin, na ruan mendjen, na ruan fëmijët dhe familjen dhe na ruan pasuninë tonë. Edhe për këtë të ndrullazën kemi shembuj të ndryshëm. Është dëshmuar se ata të cilët e lexojnë vazhdimisht Kur'anin, e mësojnë përmendesh, i kuptojnë mesazhet e Kur'anit dhe jetojnë me Kur'an, është dëshmuar se Kur'ani ju jep forcë, ju jep energji, ju jep shëndet, ju ruan mendjen dhe ju jep sukses në jetën e tij. Andaj dietarët kanë thënë se kush mëson Kur'anin, kush jeton me Kur'an, Allahu do ta begatojë në mendjen e tij dhe do ta begatojë në shëndetin e tij. Transmetohet për Imam Tabariun, një ndër kolosët e Islamit,
njëri ndër komentatorët më të vjetër të Kur'anit, që pothuajse të gjithë komentatorët që kanë ardhur pas tij kanë qenë të varur nga komentimi Imam Tabereut rahimahullah. Flitet se ka jetuar mbi 100 vite dhe Zoti i ka jap mendje të preth, i ka jap shëndet. Edhe një ditë prej ditëve duke qenë me nxënësat e tij, i ka ndodhur një gjë shumë interesant. Kanë qenë të hipur në anije dhe ata të rit kanë filluar me zbrit, mirë po nuk kanë mujt me zbrit. Për shkak se ka mundësi nuk është afruar shumë afër, domethënë bregut anija. Flitet se Imam Tabereu, 100 vjeçar, nga ai vend ka kshy dhe ka rënë tokë. Edhe pa i ndodh asgjë e keqe. I kanë thënë Imam Tabereut nxënësat e tij, ka thonë: "O hoxh, pse veprove kështu? A nuk u frigove se kockat e tu janë më të dobët, shëndeti jot është më i dobët, ka mujt me të ndodhë ndonjë fatkeqësi?" Imam Tabereu me një guxim shumë të madh e thet atë fjalën që pastaj ka mbet standard tek ulemaja dhe kanë thënë: "Thot këto gjymtyr i kemi ruajtur nga mëkatet kur ne kemi qenë të ri, pastaj Zoti xhallashanuhu i ka ruajtur atëherë kur ne jemi në pleqëri." Andaj vllazën dhe motra, kush e ruan veten e tij, kush e fuqizon vetveten e tij me besim, kush e fuqizon vetveten e tij me përfilljen e urdhnave të Zotit dhe duke i braktisur ndalesat e Zotit, Zoti do t'i jap shëndet, Zoti do t'ia ruaj mendjen dhe Zoti do t'ia ruaj pasurinë e tij. Gjithashtu e kemi në tregimin e surës Kehf një ngjarje interesante që ka ndodhur me Musën dhe me Khidrin, se si Zoti xhallashanuhu u ruan pasurinë e atyre njerëzve që e kanë ruajtur Zotin xhallashanuhu, që kanë qenë lojal me Zotin, që e kanë madhnuar Zotin, që i kanë përfillur urdhat e Zotit dhe që i kanë praktikisht ndalesat e tij. Dhe ngjarja është, duke qenë Musa me Khidrin duke udhëtuar, janë ndalë në një vend banim dhe kanë kërkuar ushqim. Mirë po ata nuk ju kanë ofruar ushqim, që ka qenë kundër traditave njerëzore. A keni pa njerëzit nëse të lyp diçka për shembull lëmosh, nëse është në çështje luksi ose diçka që ka të bëjë me çështje dytësore apo tretësore të jetës, njerëzit hezitojnë. Ndërsa është e pamundshme që nëse dikush kërkon kafshat buke që dikush ta refuzoj dhe ta kthej. Edhe me Musa me Khidrin kanë kërkuar ushqim dhe njerëzit kur kush nuk i ka japur ushqim, edhe pse kanë qenë njerëz me famë, njerëz me autoritet. Edhe duke ecur, Khidri ndalet dhe e sheh një mur i cili ka qenë gati që të rënohet, së bashku me Musën e kanë rimëkëm, domethënë atë mur. Edhe pastaj Musa a.s. nuk mujti me dëru, thët qyshtet edhe nuk na preten mirë, thët edhe përkundazi u sjellë shumë mirë me ta dhe ju ndihmove. Atëherë Musa i tregon, Khidri i tregon Musa a.s. duke thënë: "Wa amma al-jidaru fa kana li ghulamayn yatimayn fi al-Madina wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abuhuma salihā." Për sa i përket murit o Musa, thët nën atë mur ka qenë një kenz, ka qenë një thesar në të cilën ka pas gjëra të çmueshme. Dhe ky thesar ka qenë i një njeriu i cili ka qenë besimtar dhe ka lënë trashëgimi për bijtë e tij. Andaj vllazën dhe motra, Zoti xhallashanuhu këtij njeriu të mirë ja ka thënë Musën edhe Khidrin me vetmin qëllim m'ia ruajt pasurinë, e që ajo pasuri pastaj ta trashëgojnë pasardhësit e tij. Gjithashtu të nderuar vllazën dhe motra, ne duhet ta kemi parasysh se Zoti na ruan neve nëpërmjet me lajkeve që Allahu i ka krijuar enkas për të na ruajtur neve. Thot Allahu te barekuhu teala: "Lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amri Allah." Që ka kuptimin, Allahu ka caktuar meleç nga para dhe nga mrapa, që ta ruajnë njeriu nga të bëmat dhe që ta ruajnë njeriu nga rreziqet dhe që ta ruajnë nga këqijat. Kanë thënë komentatorët e Kuranit duke komentuar këtë ajet: "Laula anna Allah azza wa jall wakala bikum malaika yadhubuna ankum fi mat'amikum wa mashrabikum wa awratikum la takhattafakum al-jinn." Thët po të mos kishte krijuar Allahu meleç që janë special për mi rujt juve, thët e gjinët do t'ju kishin kapërdi juve, e gjinët do t'ju kishin marr juve dhe nuk do t'ju kishin lënë as ushqim, as pije dhe do t'ju kishin shkatruar juve. Andaj, falë Zotit xhallashanuhu, Allahu ka bërë me lajke që me lenë Allahut subhanahu taala ato me lajke na ruajnë neve. Pra kjo është që Allahu subhanahu taala kush e ruan Zotin,
Zoti ta ruan ty dunjan, ta ruan ty shëndetin, ta ruan ty mendjen, ta ruan familjen dhe ta ruan pasuninë tënde. Ndërsa forma e dytë e ruajtjes së Zotit për neve është kur Zoti xhaleshanu e ruan fen ton. Zoti xhaleshanu na ruan të mos devijojmë në besim. Na ruan që të mos lajthitemi. Na ruan që të mos lakohemi qoftë në aspektin e epsheve edhe qoftë në aspektin e dyshimeve. Po ashtu Allahu e ruan fen ton në momentin kur jemi në fundin e jetës. Allahu na mundson me vdek me shahadet. Për këtë arsye Allahu te barekuhu teala thot: "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Zoti i forcon besimtarët me fjalën e vërtetë, që është pra thënia e shahadetit. Andaj muslimani vazhdimisht duhet mu përpjek që mi rujt Zoti xhaleshanu edhe jetën e tij, e që mi rujt Allahu te barekuhu teala edhe besimin e tij. Po ashtu, të ndërllazën në lidhje me rujtjen e Zotit xhaleshanu, besimin e tij, sidomos në pjesën e fundit të jetës, Allahu te barekuhu teala na ka treguar duke thënë: "Fala khawfun alehim wala hum yahzanun." Të atëherë kur do të vdesin besimtarët, as nuk do të kenë pikëllim e as nuk do të kenë trishtim. Është e udhës që ne ti dim cilat janë shkaqet që ne duhet i kemi parasysh. Nëse kemi këto shkaqe, atëherë me lejen e Zotit xhaleshanu, Zoti na ruan neve. Për shkaqeve kryesore është që ta fuqizojmë sa më shumë besimin ton. Sa më shumë ta fuqizojmë lidhjen ton me Zotin xhaleshanu. Kur ne fuqizojmë lidhjen ton me Zotin xhaleshanu, Allahu do të na ruan neve edhe jetën, edhe pasuninë, edhe shëndetin, edhe familjen, edhe Zoti xhaleshanu do ta ruaj edhe fen ton. Gjithashtu të ndërllazën dhe motra për shkaqeve që Allahu më na rujt neve është që të jemi të kujdesshëm në kryen e obligimeve që Zoti xhaleshanu i ka caktuar për neve. Për shembull, Allahu thot për namazin: "Hafidhu ala salawati was salatil wusta." Kujdes në faljen e namazeve. Bëni kujdes. Kujdesuni ju që ta falni namazin, pastaj Allahu te barekuhu teala do të na fal apo do të na ruaj apo do të kujdeset për neve. Gjithashtu të ndërllazën duhet me pas kujdes vazhdimisht mi përmend Zotin xhaleshanu. Mi përmend në mëngjes, mi përmend në mbrëmje. Mi përmend në të gjitha veprimet tona të cilat ne i bëjmë, kur ham, kur pim, kur him në shtëpi, kur dalim nga shtëpia dhe pothuaj në të gjitha gjendjet. Për shembull, ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kur dikush për juve del nga shtëpia e tij dhe thot: "Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwata illa billah." Që ka kuptimin me emrin e Allahut, ju kam mbështet Zotit, nuk ka fuqi dhe nuk ka pushtet askush përveç Allahut subhanahu wa taala, do të thirr një thirrës prej qiellit dhe do thot: "Hudita wa wuqita wa kufit." Thot je uzuar, je i mbrojtur dhe do të kesh sukses, domethënë në rrugën tënde. Pastaj thot shejtani, thot nuk ka mundësi që të dëpërtoj të ky njeri që e ka thënë këtë dhikr, që e ka bërë këtë lutje. Pastaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka mësuar sahabët që kur do të ndalen në ndonjë vend, për shembull je duke u thuar dhe ndalesh në ndonjë vend, qoftë për të pushuar apo për nevojat tuaja jetësore, është mirë dhe është sunet që të themi: "A'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa." E kërkojmë mbrojtjen e Zotit, e kërkojmë strehimin e Zotit nga çdo gjë e keqe që ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Flitet që një ditë për ditëve njërin prej sahabeve e ka ngrënë akrepi. Edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë: "A ke thënë këtë lutje?" Ka thënë: "Jo, i dërguar Allahut, nuk e kam thënë." Andaj për këtë arsye Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që ne ta themi këtë dhikr. Andaj sa më shumë që ne e përmendim Zotin, Zoti do të kujdeset më shumë dhe do të na ruajë neve më shumë. E që kemi një mori të dhikrave, të lutjeve të cilat Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë shumë i kujdesshëm që të na mësojnë neve. Nëse ne i përfillim këto, andaj do ta fitojmë fatin dhe do ta kemi privilegjin që Allahu subhanahu wa taala të kujdeset për neve. Të bëjmë kujdes të ruajmë gjymtyrët e trupit. Ashtu siç ka ardhur në hadith: "An tahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a wa an yahfadha al-batna wa ma hawa." Thot që ta mbroj, ta ruaj kokën dhe se çka ka në të, dhe që ta ruaj barkun dhe se çka ka në të. Ulemaja, dietarët kanë thënë, është për qëllim ta ruaj kokën, ta ruaj shikimin, ta ruaj gjuhën, ta ruaj të dëgjuarit dhe ta ruaj mendjen e tij. Ndërsa për sa i përket barkut, kanë thënë që ta ruaj barkun e të mos ushqehet me gjëra të cilat janë të dyshimta apo janë të ndaluara. Po ashtu ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Men yadhmanu li ma bayna lihyihi wa lahmihi, admanu lahu al-janna." Ai i cili më garanton mua se do ta ruaj atë që është në nofkën e tij dhe organin gjinital,
Zoti xhallashanuhu do ta ruaj në këtë dunja dhe Zoti do t'ja garanton atij xhenetin. Andaj vëllezër dhe motra, ne të bëhemi lojal me Zotin, ta njohim më shumë Zotin, ta madhnojmë më shumë Zotin, ti përfillim urdhat e Zotit, ti braktisim ndalesat e Tij, të mos i tejkalojmë ligjet e Zotit, mos i tejkalojmë kufit e Zotit, atëherë Zoti xhallashanuhu yahfazuna, Zoti do të na ruaj neve, do të ruaj familjet tona, do të ruaj shëndetin, mendjen, do të ruaj pasuninë, do të ruaj fen, edhe do të ruaj besimin ton. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da ma ba'd. Përsëri e falenderojmë Allahun te barekuhu teala, dërgojmë salavatin mbi Muhamedit alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit. Të ndruar vllazën dhe motra, Kurani famëlart na sjell shembuj të shumt se si Zoti xhallashanuhu është kujdesur dhe i ka ruajtur pejgamberët e tij. Se si Zoti xhallashanuhu i ka ruajtur dhe është kujdesur për njerëzit e veçantë që kanë qenë, domethënë, pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala. E këta shembuj janë me qëllim që të na frymëzojnë neve se edhe neve Zoti na ruan, edhe Zoti neve na kujdeset për neve kur ne e ndjekim rrugën e pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala. Shembuj kemi të shumë. E kemi shembullin e Ibrahimit alayhi salatu wasalam, kur tentuan që ta hedhin në zjarr dhe Zoti e ruajti Ibrahimin alayhi salatu wasalam duke thënë zjarrit: "Ya nar kunu bardan wa salaman ala Ibrahim." O zjarr, shndrohu dhe bëhu i ftoftë dhe shpëtimtar për Ibrahimin alayhi salatu wasalam. Pse ruajti Allah Ibrahimin? Për shkak se Ibrahimi ka qenë lojal me Zotin xhallashanuhu. E kemi shembullin e Musës alayhi salatu wasalam, qysh Allahu e ruajti Musën dhe besimtarët e tij në momentin kur u ballavaçuan në kthetrat e faraonit. Edhe para detit bëri Zoti xhallashanuhu dhe urdhoi Musën: "Idrib bi'asaka al-bahr." Godite detin me shkopin tënd, pastaj u hapën 12 korridore dhe shpëtoi Musa alayhi salatu wasalam me besimtarët e tij. E shpëtoi Zoti xhallashanuhu Yunusin alayhi salatu wasalam duke qëndruar në barkun e balenës. E shpëtoi për shkak se Yunusi alayhi salatu wasalam ishte lojal me Zotin dhe Zoti u kujdes dhe e mbrojti në momentin kur ka pas, domethënë, vështirësitë më të mëdha. Andaj të ndrullazën, pejgamberët e Zotit xhallashanuhu ishin të paluhatshëm në besim, ishin të vendosur dhe atëherë kur ata kishin vështirësi në jetën e tyre, e ruanin lidhjen e sinqertë me Zotin xhallashanuhu. Prandaj Zoti i ruajti në mënyrë perfekte dhe i ruajti në mënyrë të mrekullueshme. Andaj, vëllezër dhe motra besimtar, ruajini Zotin në rini me qëllim që Zoti t'ju ruajë në pleqësi. Ruajini Zotin në fshehtësi me qëllim që Zoti t'ju ruajë në publik. Ruajini Zotin atëherë kur jeni në mirëqenie me qëllim që Zoti t'ju ruan atëherë kur ne sprovohemi. Allahu na bëft prej atyre që Zoti kur nuk heq dorë mbi ta. Allahu na ruajt fen, besimin, Allahu na ruajt trupin, shëndetin, mendjen, Allahu na ruajt pasuninë, familjen dhe Allahu e ruajt mbar umetin e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman kathira. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة.